Me fitore e ka mbyllur javën edhe ekipi i volejbollit përmeshkuj i Vllaznis, i cili ka mposhtur Elbasanin me rezultatin 3-0. Në fakt ka qenë një ndeshje pa shumë histori ku volejbollistët shkodran dominuan takimin nga fillimi deri në fund, teksa seti i parë u mbyll 25-14, i dyti 25-21 dhe i treti 25-17. Në një intervistë për media, trajneri i Vllaznis Artan Kalaja vlerësoi paraqitjen e skuadrës dhe reagimin pozitiv të volejbollistëve në parket. Kemë rimarrë përsëri vendin e tretë, të premten tjetër që vjen domethënë me studentin në Tiranë. Duhet të them që kampionati i djemve është bërë shumë i fortë, sepse të gjitha skuadrat kanë investuar në lojtarë dhe i fortë dhe i bukur. Veçanta është sepse janë arrit lojtarët tonë, lojtarët shkodran janë rrit mjaftu shumë mirë dhe po lozin shumë mirë, aq më tepër kemi pas edhe 2-3 përforcimet cilet e ndihmojnë skuadrën tonë. Kalaja theksoi se tashmë fokusi është vendosur tek sfida e radhës ndaj Partizanit për kupë, një ndeshje e rëndësishme kjo ku Vllaznia synon kualifikimin dhe vazhdimsinë e rezultateve pozitive. Janë 2 ndeshje, një në Shkodër, një në Tiranë. E shpresojmë të bëjmë performancat mira, ndeshje të bukura edhe pse jo edhe të fitojmë. Objektivat tona këtë sezon, objektivi minimal është marrja pjesë në katëshën më të mirë të kupës dhe të kampionatit dhe objektivi maksimal dalja në finale dhe fitimi i këtyre kompeticioneve. Aktualisht Vllaznia ndodhet në vendin e dytë në renditjen e kampionatit në kuotën e 15 pikëve.